Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të komentuar pak mbi ngjarjet më të fundit që po ndodhin në Ferma VIP. Spektakli Ferma VIP, një nga spektaklet më të suksesshme që ka patur ky format, do me thënë nga 2 edicionet e para, edicioni i tretë, pati një sukses të jashtëzakonshëm fal organizimit që bëri Eduard Grishaj dhe Arbana Osmani. Një cast shumë interesant, një cast që solli në vëmendje personazh shumë ngjyrësh brenda kësaj ferme, ashtu siç në fakt u prezantua në fillim, ashtu edhe ndodhi. Do me thënë, Arbana Osmani tha që ky cast do t'jetë një nga castet më të bukura të realizuara, më të shumë pritura të publikut dhe më të veçanta dhe sinqerisht e tillë ishte. Cast shumë i veçantë. Cast që na bëri të gjithëve ta duam ta jetojmë dhe të mbërthehemi për ekrani duke ndjekur këtë fermë të jashtëzakonshme. Por jemi 2 javë para finales së madhe, 2 javë plot tension, emisionet në Vision Plus e shoh janë në qendër të vëmendjes, të gjithë japin mendimet e tyre, të gjithë japin analizat e tyre, po bëjnë edhe kauza të ndryshme, shumica kanë një mendim që fenomeni i krijuar nga Ferma VIP nuk do të shpallet fituese e këtij formatit, do me thënë shoh një lloj le të themi keqpërdorimi të mirës nga Arbana dhe Eduardi, por unë kam analizën time. Tani Ferma VIP është një spektakël, do me thënë është një reality show mbi të cilin kontribohet për të fituar, do me thënë investohet një herë për të fituar 10 herë. Dhe në këtë rast, kështu po ndodh. Fenomeni Mimoza Ahmeti, që ka marrë vëmendje të jashtëzakonshme, që kudo flitet për të, kudo shkruhet për të, kudo komentohet për të, dhe unë kam një kurreshtje të madhe të di në momentin kur Mimoza të del nga ferma, si do ta përjeton ajo gjithë këtë famë, si do ta përjeton ajo këtë ëndër që e ka patur dikur, do të thënë Moza ka patur ëndër që të jetë në këtë vëmendjen që është sot, sepse është artiste, është e lindur për popullin, është e lindur për artin, dhe mendoj që në këtë moshë madhore Moza mori atë që ëndëronte dikur ta merr. E gjithë pyetja ime është se si do ta përjeton Moza këtë gjën, dhe pyetja e publikut është: Tiron, a mendon që Moza do të jetë fituese? Tani, pa marrë parasysh intervistave që ju dëgjoni, pa marrë parasysh mendimeve personale të dikujt i cili është i ftuar në një intervistë, i cili është i ftuar në një emision, në fund të ditës është publiku ai i cili vendos. Do me thënë, nuk mund të jetë një zë për të vendosur për një fitues. Unë besoj tek Vision Plusi dhe tek konkretisht producentët, tek Olta dhe tek Eduardi, që do të respektojnë dëshirën e publikut. Dhe dëshira e publikut është që të fiton Mimoza Ahmeti. Pa marrë parasysh që nëpër emisione, do me thënë, suportohet më së shumti Iliri, suportohet Sara, edhe nga vetë produksioni suportohet Iliri, suportohet Sara, sonte një suport të jashtëzakonshëm. Do me thënë, në 2 prajmet e fundit, unë e shoh, dua të jem korrekt, sinqert, që një suport të jashtëzakonshëm ka dhe Romiri, po kjo gjë nuk do të thotë që Romiri do të jetë fituesi, kjo gjë nuk do të thotë që Sara do të jetë fituesja, kjo gjë nuk do të thotë që Iliri do të jetë fituesi. Unë mendoj që në këtë fermë, pa marrë parasysh pëlqimit apo mos pëlqimit të tyre, të produksionit, të producentëve, Mimoza është vulosur që në ditën e parë që është fituese. Por nuk mund të themi që produksionit nuk i pëlqen kjo gjë. Tani, duke e ditur që këto fermer kalojnë nëpër psikolog, duke e ditur që këto fermer kanë patur takime me Eduardin, kanë patur takim me Arbanën, do me thënë Arbana dhe Eduardi janë ato të cilët e kanë bërë këtë castin, nuk e besoj unë që Arbana dhe Eduardi nuk duan t'ja japin fitoren Mimozës, se pikërisht Arbana dhe Eduardi kanë parë diçka te Mimoza, kanë vërej diçka që ajo do të shndërrohet në një fenomen. Do me thënë, nuk janë përzgjedhje të kota këto. Nëse ne sot e vlerësojmë Mimozën,
Nëse ne sot e duart trokasim Mimozën, Arbana dhe Eduardi e kanë vlerësuar dhe duart trokitur më herët, para se ajo të bështe pjesë e kastit. Me thënë ato e kanë studiuar, e kanë analizuar, kanë parë diçka te Mimoza dhe e kanë bërë pjesë të këtij kasti, që sot Mimoza është një nga personazhet më të përfolur, një nga personazhet më të komentuar dhe një nga personazhet që ka thyer rrjetin social. Kjo është mëse e vërtet që unë e them deri këtu. Dhe pa marrë parasysh që Arbana duhet të mban balancat edhe me fermerët e tjerë, se në fund të ditës ferma nuk ka një fermer, ka gjithë ato fermerë që janë pjesë e asaj ferme, normalisht që duhet të vazhdon spektakli. Dhe në qoftë se Arbana do të ketë qasjen vetëm me Mozën, gjatë gjithë kohës, atëherë fermerët e tjerë i bie që të marrin valixhet edhe t'ikin dhe t'i japin fitoren Mozës dhe jemi në rregull. Do me thënë, pa marrë parasysh që Mimoza është të shpallur më tash fituesja e publikut, sepse publiku e do jashtëzakonisht shumë, pa marrë parasysh që Mimoza dihet që do ta fiton, Arbana dhe Eduardi unë mendoj që duhet të mbajnë një lloj qëndrimi edhe me fermerët e tjerë që në një formë të vazhdon domethënë i tërë spektakli, sepse në dy spektakle që bën Eduardi dhe Arbana, domethënë VIP Big Brother VIP Albania 2, kur dieshte që fituesi do t'jetë Luizi dhe Olta u dorëzua, nuk e vazhdonte më. E njëjta gjë do të thënë po ndodh dhe këtu, kjo i bie që Eduardi e njeh fort këtë tregun dhe e di se çfarë të bën, e di se çfarë të sjellën dhe e di se si ta mbërthen publikun për ekrani për të ndjekur një format si Ferma. Unë mendoj që edhe vetë Arbana dhe Eduardi janë të bindur që Mimoza është fituesja e Fermës, këtë as nuk e diskutojnë në asnjë mënyrë. Tani është më se normale që një herë të nxjerrin visin preferuar, një herë Mozën, një herë Omirin, një herë Ilirin, sepse nuk mund ta nxjerrin Mozën çdo javë të preferuar, sepse thash është spektakël, por në fund të ditës unë mendoj që Eduardi dhe Arbana, që në ditën kur e kanë përzgjedhur Mimozën për të qenë pjesë e kastit, ato e kanë njohur shumë mirë, ato e kanë ditur diapazonin e Mimozës, ato e kanë ditur botën e Mimozës deri ku shkon, e kanë ditur se me çfarë fermer të tjerë do të përballet Mimoza, sa është niveli i zgjuarsisë së tyre, sa është niveli i zgjuarsisë së Mozës, sepse të thash kanë kaluar nëpër psikolog dhe normal ato e kanë ditur shumë bukur që ky fenomeni do të vërshon nëpër rrjetet sociale, domethënë nuk është kot e ftuar dhe bërë pjesë e kastit, por dhe Moza e dihet që është në reality show, është duke dhënë një show të papar, me thënë kanë bërë një kombinim të bukur që të sjellin 3 muaj një show që të pasionojnë publikun shqiptar dhe në fund ta shpallin Mimozën fituese. Pa marrë parasysh analizave që bëhen, që unë i shoh që janë analiza shumë të ftohta, duke e goditur produksionin, unë mendoj që kjo është e gjitha një strategji dhe në fund të ditës do vlerësohet më i miri ashtu siç në fakt u vlerësua Luizi, u vlerësua Gjesti, në Big Brother besoj që dhe në Ferma do t'jetë po e njëjta gjë. Tani ne nuk mund të bazohemi te pakënaqësitë që janë tek ish-banorët, sepse normal, edhe ish-banorët kanë dashur që të jenë fitues, edhe ish-banorët kanë dashur që të kenë pozicionin e Mozës, që të jenë të komentueshëm si Moza. Tani secili e ka atë anën e vet. Unë mendoj në fund të ditës që Arbana dhe Eduardi e kanë stërlogjikuar shumë mirë këtë gjë dhe Mozën e shoh fituese të kësaj ferme.